Presidenti Amerikan Donald Trump tha të dielën më 7 qershor se do t'i këshillonte kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të mos i përgjigjej sulmit me raketa të Iranit ndaj Izraelit, ndërsa shefi i shtabit të ushtrisë izraelite paralajmëroi herët të hënën se ushtria do të ndërmarrë një goditje të fortë ndaj Iranit sapo të marrë autorizimin. Duke folur me gazetarët para një bisede telefonike me Netanyahun, Trump e cilësoi lëshimin e raketave nga Irani si të padobishëm për përpjekje diplomatike në zhvillim, duke i bërë thirrje Iranit të rikthehet në tryezën e negociatave. Pas telefonatës, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zhvilloi konsultime urgjente me kabinetin e sigurisë sipas një raporti të transmetuar të hënën nga transmetuesi publik izraelit Kan. Ushtria izraelite njoftoi në një deklaratë të lëshuar herët të hënën se shefi i shtabit ka treguar se ushtria është e gatshme të kryejë një goditje të fortë ndaj Iranit sapo të marrë sinjalin gjatë një takimi për vlerësimin e situatës me komandantët e lartë. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha gjithashtu se forcat izraelite do të vazhdojnë operacionet në Liban dhe do të intensifikojnë sulmet kundër Hezbollahut.